Leona, të përshëndes, cilët janë 13 kandidatët për drejtimin e BKH-s dhe çfarë përfaqësojnë ata? Të përshëndes edhe unë, 13 persona në fakt kandidojnë dhe janë në garë për të marrë në dorë frerët e Byros Kombëtare të Hetimit pas përfundimit të mandatit të zonjës Aida Hajna, e cila pas 5 viteve në krye të Byros Kombëtare të Hetimit tashmë do duhet të mbyll mandatin e saj pikërisht më datën 31 gusht. Teksa janë hapur dhe aplikimet, kanë kandiduar të paktën 13 persona, mes tyre shumica janë persona cilët kanë dhënë një kontribut të rëndësishëm se takon uniformave blu strukturës të policisë së shtetit. Emrat të cilët kanë kandiduar pranë Byros Kombëtare të Hetimit për të marrë në dorë drejtimin e saj janë Andi Pogaça, Artur Beu, Astrid Halilaj, Elton Kërluku, Gentian Ndoj, Gentian Shehaj, Gledis Nano, Haki Çako, Joni Keta, Mauricio Sheldia, Marinela Plinçi, Miklovan Kanani dhe Nevruz Ndergjoni. Do doja të ndalesha në fakt pak më gjerë tek shumica prej tyre, pra cilët janë edhe persona cilët si tash më herët kanë pasur poste të rëndësishme në policinë e shtetit. Dy prej tyre, Haki Çako dhe Gledis Nano, kanë pasur postin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, ndërkohë që edhe persona të tjerë janë persona që kanë dhënë kontribut, pra dhe janë të njohur për ne. Artur Beu, specialist i marrëdhënieve ndërkombëtare në policinë e shtetit. Gentian Ndoj është personi që aktualisht mban postin e drejtorit të krimit ekonomiko-financiar pranë departamentit të policisë kriminale. Gentian Shehaj gjithashtu është drejtor në drejtorinë e kurrikulave dhe koordinimit të sigurisë së cilësisë në Akademinë e Sigurisë së Policisë, ka qenë më herët drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Gjithashtu Gledis Nano dhe Haki Çako, cilët kanë qenë më herët në krye të këtij posti kaq të rëndësishëm. Kujtojmë që Çako aktualisht mban postin e drejtorit të policisë. Aktualisht mban postin e drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile. Ndërkohë që Mauricio Sheldia është një person i cili mban postin e inspektorit të AMP-s pranë Agjencisë së mbikëqyrjes policore, ndërkohë që Marinela Plinçi është një zonjë e cila aktualisht mban detyrën e oficeres së policisë gjyqësore pranë prokurorisë së gjykatës së shkallës së parë në Pogradec, dhe një oficer i policisë gjyqësore pranë gjykatës së Elbasanit, i cili është Nevruz Ndergjoni, ndërkohë që Andi Pogaça është prokuror në Fier, ka qenë prokuror më herët në Fier dhe aktualisht mban në postin e këshilltarit pranë KLP-s, dhe Astrid Halilaj ish prokuror i Shkodrës. Ta janë të paktën shumica ose pjesa dërmuese e kandidatëve cilët janë duke garuar deri në mbyllje të procesit të kandidimit për të marrë në dorë frerët e Byros Kombëtare të Hetimit, ndonse shumica janë pjesë e strukturave apo kanë qenë më herët pjesë e strukturave të policisë së shtetit. Do duhet të shohim deri në fund se cili do të jetë emri i cili do të marrë në dorë edhe kreun dhe do të zërë karrigen e kreut të Byros Kombëtare të Hetimit. Leona, kur pritet që ta kemi emrin të zyrtarizuar, dua të them si do të vijojë procesi në vijim? Po, në fakt pas përfundimit të procesit, të gjithë personat që kanë dërguar, pra janë disa kritere cilat ata i kanë plotësuar, kanë dërguar materialet e tyre pranë institucioneve përkatëse, aty ku do të bëhet dhe rivlerësimi, do të bëjnë disa teste të aftësive edhe psikologjike, edhe të fizike për të parë nëse janë apo jo të gatshëm për të marrë në dorë frerët e këtij institucioni që është shumë i rëndësishëm sa takon drejtësisë. Nga ana tjetër janë persona cilët kanë kontribuar në fushën jo vetëm të zbardhjes së krimeve, të rendit, të krimeve ekonomike e të tjera, pra janë persona pa precedent penal, pas një lloj incidenti apo precedenti, le të themi, ndërkohë që teksa mbyllet më 31 gusht pra të këtij viti edhe mandati 5 vjeçar i zonjës Aida Hajna, e cila mban postin e aktualisht këtij institucioni, më tej do duhet të marrë edhe postin e ri, pra pikërisht një nga 13 emrat i cili garon aktualisht për këtë post. Faleminderit Leona Cari për raportimin.